Ka zëra që nuk plaken kur. Një mbrëmje e mbushur me nostalgji, emocione dhe mirënjohje u zhvillua në Korçë, ku u nderuan figura të shquara të gazetarisë sportive, radiokronist dhe fotograf që kanë përcjellë ndër dekada historinë e sportit në qarkun e Korçës. Eventi u organizua në kujdesin e veçantë të kryetarit të Këshillit të Qarkut Korçë, Petrika Tollkuçi, i cili theksoi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë sportive dhe rolit të medias në formësimin e brezave. Në emër të Këshillit të Qarkut, sot ju themi jo thjesht faleminderit, por respekt. Respekt për atë që keni ndërtuar, për atë që keni ruajtur dhe për gjurmën që keni lënë në historinë sportive të këtij territori. Gjatë mbrëmjes u vlerësuan gjithsej 24 personalitete, të cilët ndër vite kanë kontribuar në dokumentimin e sportit në juglindje. Ata shprehën mirënjohje për këtë nismë, duke e cilësuar atë si një moment të veçantë reflektimi për rrugtimin e tyre profesional dhe për rolin që sporti ka luajtur në jetën e komunitetit. Dua një falënderim zemre dhe një mirënjohje të thellë t'i bëj kryetarit të Këshillit të Qarkut personalisht zotit Petrika Tollkuçi, që me këto mbrëmje dhe me këto evente mundohen të sjellin dhe të risjellin figura njerëzish të thjesht që me përkushtim, devotshmëri dhe profesionalizëm nuk janë kursyer asnjëherë për të shërbyer qytetarisë korçare, sportit korçar në rastin konkret. Nuk e di nëse babai im po të ishte gjallë do të ishte ngjitur apo jo, për shkak të modestisë, si vlera kryesore që ka pasur gjatë gjithë jetës, dhe jo vetëm atë, por korrektësinë në punë, përgjegjshmërinë në punë, profesionalizmin, pasionin me cilin ka punuar për 40 vjet, duke e kushtuar jetën e tij personale dhe profesionale këtij komuniteti në mënyrë të heshtur. Do doja të isha gjallë për ta parë këtë mbrëmje, zoti dështjem. T'jem sepse e kisha një frikë se do ikja nga kjo jetë pa një mbrëmje të tillë kaq të madhe për nder të gjithë këtyre figurave të mëdha të gazetarisë sportive, të fotografisë dhe të radiokronikës. Na ka lënë një trashëgimni që sot reflektohet me këtë certifikat. Kjo nuk është thjesht personale, por kjo është një rrugëtim i joni, një rrugëtim sportiv që na kanë shoqëruar këto figura sportive, sepse pa ta ne nuk mund të ishim. Mbrëmja u shoqërua me kujtime, materiale arkivore dhe emocione të forta, duke rikthyer në vëmendje historinë dhe identitetin sportiv të Qarkut të Korçës. Dhe meritojnë me të vërtet falënderime, respekt